shkurt. Jepi zoti Branislav. Është tepër i qartë që lufta hibride nga rusëve, nga serbëve, nuk ka asgjë me ato që u dollë në Drenicë, në Skenderaj. Çfarë lufta hibride? Ja, s'ka të bëjmë hibride. Shoqur që e kemi ne serbët në këtë shtet, se ju shqiptarë do të zjerni syt njëri tjetrin për pushtet. Ajo është problemi ma serioze. Edhe shteti e ka dështu në Drenicë, sepse mas mesazhve, që ose nuk leshohet atë që e kanë maj atje për me jep deklaratën, do të kemi diçka tjetër, që do me thonë as shtet, as pushtet. Alo, jemi në pragu e ndërtimit shtetit serioze. Ne jemi mundohet në ëndrët që e kemi shtetin serioze. Çka është kjo? Nuk më takoj mua me marrë vendimin, por veç jam tu komentu ato 4 fjali që e kemi dëgju këtu. Apet darja dubioze, jetu pre me zhilet. Alo, darja brenda shtetit. Deri kur? E me që ata njerë dhëtë me folj ma zhirë. Forcat e ish pushtetave. Arrestoje, aja milionerat. Arrestoje, edhe Abdigjikun edhe. Krejt ato milionerat. Arrestoje. 6 vite ki pushtetin. Ku je? Lista serbe, banda terroriste. Sa pjeshtar të liste serbe ja ke arrestu? As njonin. Sa ata kriminell që ka bo miliona në shpine e qytetarëve. As njonin. Për 6 vjet, ai jetu bo tash, mu mdo këtë, 1 miliard euro për rrym. I ka ble. Kush e ka bo do lek, zotri Krenara, a ki pa do faj. Unë jam mentori. Problemi i madhe kemi me pushtetin aktuale për me udhëheq popullin, për me udhëheq shtetin. Nuk është boll 51% e mbështetjes. Natën e mirë. Spushtit e roletne, që është në gjokër Shqipe? Shoni roletat. Roletna edhe fikni dritën. Ajo është. Mirë që si shkëni hajvana. Kërstish, Urdhëro. 2020-ën. Më falj? Në 2020-ën. Po? Në pandemi. Kush rëzoj qeveri? Që aty e bonin domjen.